Ti errit me blerën, a me katilin. Tjetër kush kallëzëm kush ma mire bën stilin. Për mërësio tjetër kaliber, këtë së binë këtë qytet, dush me komi mi vesh ma mirë, ju me trap, star. Kallëzoj tani që është buen dur të varë. Apo do më të thonë edhe unë e diqka, dur të varë s'mund më ba se dorzat unë i kom ble partit me 2 euro në gjep, e din se me kap mikrofonin, s'ka ma lezet. Ti po pështjelësh e pithu vetit jam reper me rima, ajte po që para me e po t'nalet edhe fryma, kësho shka po të thëm, po du më t'i tregu një 2 lafe, e din që shoki mirë t'ka për qafe. Përshëndetje. Qëshje? Mirë jo. Për pari më sot gotë, më s'nafë cilë rëthem, kush pasilat rëthem, ngam. Po du më t'a bo një pytje, shumë e kam pytjen e mirë. Unë e di që ti e giza, po? Po. Ishe rëpere, po? Po. Amo seriozisht? Apo vesh ke hajgara janë? Po, seriozisht. Cëla është kanga jote? E fundit a? Po. Men i men. Sa kangi ki? Kom posë për minisëm, po i kom hejkë shumicën. A pra i këron që të kangë, jam të folë shumë seriozisht. Unë jam befasua ditë kërë më ke shkru, më ke thonë, thuj bekës a e bojna bashku, unë kështë edhe për hajgare. Unë nuk e kom ditë besom që se kom ditë. A pra i këron? Se më pak jem edhe për gucë. Ani, oke, a pra i këron veç pak një pjesë të anën. Kluta, edhe më se, diso njerëz më kanë thonë që është e vërtet, do më kanë thonë jo, ka ba hajgare, apo kupton, keshe e ke marrë për shaka. A pra të rëganë. Hajtë këron ajë. O, së cëmë dhe shka fort. Hajtë, veç një pjesë bashkë, edhe krojna bashkë, shka dio në kam vët një mu. Hajtë. Hajde. E shpa. Hajde. E shpëtar që e se ti më dhe fort për gucë. Jo, më në shumë zguzojna se YouTube janë i blokan, sepse bëhat copyright, ama seriozisht ma si je këngëtar, kënëna se na këngëtar t'i dojna shumë, edhe seriozisht. Po kom shosni shumë që në artisat 3, që po dhe të mu merë me ta ma shumë. E pse s'm ke tregu kur që je këngëtar? Se kom farë kështu muzikën, bëj kur kom kohë të lirë. A për na ban pak, hajde Joso, unë e du mjë të regu gjative njerëzve, njerëz që kjo është Giza. Në YouTube, Giza men i men konga ma e fundit. Hajde, a për na kënon. Ose një kongë cëllën dush, vish po dojna më tani në zanin o Giz. Unë mu mbind, po ta thamë shumë seriozisht. Tjetër dhe dojnë pak. Ja, mos ma presh qefin sot. Giz, hajde se seriozisht, a ke besu që këngëtar? Jo, që. Hajde pa, a da i s'po beson. Hajde. Hajde Giz, ha mikrofonin edhe nesja Giz, mos e hop rasti. E më përgudu, Allah. Jo, pa hajde, ti përgut, jo, unë e di që e përgut. Hajde bujna najtit në Hajde, oki, kina me posi, ki mu kam pjesë e emisionit tem kësë me zotin, ku i thiri këtë artistat, edhe artistat e ri edhe kretë. Që kom, pa përmen ato zbën band të është. Oke, edhe atë artist kina me thirë, edhe kom supportu, bravo. Po, hajde, për në kënon dishka. Unë qëj sot pak kënu dishka. Valla jo, edhe mëse se, kur i thush vetit, unë si jam aktor, unë si jam gazetar, unë jam showman, unë muj me ba humor, muj mu knaq, me ba parodi, me ba sajnë të mira, ama ti unë e këtë thove adit, MC Beka është një legend e muzikës, është një njeri që është profesionalist në muzikë. Kështu që, a për aknan? Një dë reshta. Hajde, dë reshta dhe sa të mojsh. Hajde. Ti errit me blerën, a me katilin. Tjetër kush kallëzëm kush ma mire bën stilin. Hajde dhe njëherë, ti e rrit me blerën, une me katilin, a e di ma mirë se cili e bën stilin, rime mua këtu, sepse këtu, nuk je as me blerën, as me katilin, po këtu të je me Gizën, është kushtrimi, ajte pa Giza. Po, vesh. Ajde, freestyle, po, kënon ti hip-hop, kënon, na? Po. Hajde kënojna. Unë ata qësë një kongë për qëto për qëto ty. Dur të nxepa, e i thu vetit jere per, e ki jakrën e ushtrijës, ama ushtria styrë ke tjetër sa ndel. I thu vetit, sa kizin nuk e hek për goje, e din që e be kushtrimin je ka folje. Ajte pa? A din edhe te qështo? Po këna ti je këngëtari, unë nuk jam o Giz.
këtu je me kushtrimin e këtu gizimeni, a edhe se për parimi këtu s'na jek veni. Ngo qka po të thëmë, mikrofoni është një sen, shumë i ranë me majtë ndorë nëse ti s'din me përdor. Ajte pa? Po e zët me ditë mirë me lidhë rimat. Unë i lidhë vishpak. Unë e di mirë i lidhë edhe rimat. E di që shumicës njerëzë janë nali edhe frymat. Ju tregoj njerëzë se çfarë është hip-hopi. Hajde këtu me mu të sheshi. Të kallëzoj se kush është ma i zoti. Tregoj e vetë vetën ashtu që shke thonë. Sakizin duhet me qinë tokë. Jo, po në kam për lokët, jo në gjep me lanë. Se të në gjitë të jaknja e të bahat viran. Ajte pa? A që shto? Hajde të qëta është? Ashtymi? Yes. Po ti e këngëtar. Për mërësiot tjetër kalibër, këtë së bingë këtë qytet, dush me kom një vesh ma mirë, ju me trap, star. Të kallëzoj tani që është bëhen dur të varë. Apo do më të thonë edhe unë e diqka, dur të varë s'mund më ba se dorzat unë i kom ble partit me 2 euro në gjep, e din se me kap mikrofonin, s'ka ma lezet, i thu veti treper e thu për e pëvati, hajde këto me mu që mikrofonin hase për ta kapi. Okej? Hajde, ajna të shty. A thove, duhet mi lidh mirë rrymat, sepse edhe struja nalët e na nalët rryma. Na i thoj na rima e këtu ty po të nalët edhe fryma. Fryma nalët, po tash të fry shumë. Të kallëzoj nesër e qënë. Ti s'jeton qytet, po jeton katon. Seriozisht e ke, e do më thonë, a e din që mikrofonin dorë t'ala, o pashat non, go shka du më të thonë, edhe më tregu, ndërë të njep, kur mos si maj, kur të takohesh me mu, unë e di që dorzat si ki, e dorë është zdo mërdhi, ama mikrofoni rëperit është gjithher aty, qëre? Ama dhëtë me kom mikrofonin ma shumë, shetë. Mikrofoni do të më kanë me ma shumë lesh, ama këtu ka shumë gazep, apo do më të thonë, jeton shumë e ranë, për ata persona që kur s'kanë thirnon, je ke do në shesh e i thu veti treper je kane, 100 kangi ki e tjera ti ke hangër e i ke shtitur shi, ama me vesh temin, kur si ke shani? Që jo e sen, se dhe sen nësë janë thjesht me të njime, do të mi pos, por me di që ako, ma e vën, ashe. O pështjelës të kjo. Ti po pështjelësh e pi thu vetit jam reper me rima, ajte po që para me e po të nalet edhe fryma, kësho shka po të thëmë, po du më ti tregu një 2 lafe, e din që shoki mirë të ka për qafe, dhe të thot, kur njetë më sëm del për para me më thonë që je këngëtare, po je repëv, je reper e që dëni me repovat, hajde këtu ta hazemre se faqën të më ta kap. Ajte po? Sër që që kom do punë dëne e ketë lugë, s'po m'bjen men as këna mi flugë, e shporën njëm të e njekë, që ato 500 e të pjetë. Ti pe njek parën, ama une po du më ta ba edhe qarën, du më të regu njerëzë se kush jete, kush do më kanë. A e din që hip-hopi është repi më i rani, opa shatë nanë, nuk është vesh fjallën, po di me thane, po di me përdorë, e s'dita që ka me lidhë, e s'dita që ka me thonë. Kështu hip-hopat vinë, e di në rimat, me na i lidhë, e thonë, hajde se këtu kushtrimi di me zgjidhë, ama nëse je reper, mu e du të më thonë, më tregu me te veshje, më thonë, kushtrim, mikrofonin du me ta marë e me ta thonë, o veç të më 2 fjallë, e di që Kosova Info juve ju ban prallë. Apo? Bash. A ban me folë? Ja nuk ban s'pa dihet. Jam s'ri fjollët. O zemrën, trujt zoti, je shumë i mirë. E një ditë kime kanë në emision Musafirin tem, edhe du më të thonë, o për parimi zgudzon me prej as një sen, sepse i na drejt për drejt pasha këtë zote, pasha në këtë ven. Giza është rëperi më i miri, që sot s'po dhe dhe që ka me thonë, edhe mëse sepse kur është me mu ju lidhët goja pasha atë nanë. Ake po? Giz, kemu kanë shumë shpejt Musafir në emision, ta zemrën, e ju të dashët e me, rini me neve, sepse gjonat e mira i sjellën veç na, Kosova Info ju informon për çdo gjë.